Zonja dhe zotërin mi mbrëmë, mirë se erdhët në këtë transmetim të drejt për drejt në News 24, takohemi bashkë në këtë të shtunë, orën 17. Gjykata kushtetuese pati një mbledhje, le ta themi kështu të jashtëzakonshme ditën e djeshme, pasi kapi një orë, pra një numër orësh rreth 11 të tilla, ku gjyqtarët kanë qëndruar në këtë mbledhje dhe nga ku dol me rezultatin e votimit 4-4. Kush votoi, si votoi, do të diskutojmë emrat që ditën e djeshme nuk dolën në formë zyrtare, ndërkohë që Klodi Lala ka qenë përgjatë gjithë ditës dje në transmetimet e drejt për drejta në News 24, por edhe në mbrëmje nga ku doli gjykata kushtetuese me këtë rezultat të votimit. Çfarë vjen më pas, çfarë u fol në ato orë në mbledhje dhe shumë të tjera do të flas me Klodin në studio pas pak, ndiqni se çfarë ka ndodhur në një javë, ngjarjet kryesore, më pas kthehemi në studio. E hën. Kryeministri Rama cilësoi absurde kërkesën e gjyqtarëve për rritje pagash dhe tha se shpreson që gjykata kushtetuese të votojë kundër. Sali Berisha u paraqit në SPAK për çështjen Partizani, ku sulmoi Altin Dumanin dhe drejtësinë se kanë dalë në mbrojtje të qeverisë. Keqpërdorimi i postit nuk e shpëtoi, Ina Bello largohet nga drejtimi i tatimeve të Durrësit për performancë të dobët. Zbardhet atentati me armë zjarri në Lezhë, 4 në kërkim, ndalohet polici për shpërdorim detyre, objektiv dyshohet nipi i Ardian Nikulajt. Peter Mandelson jep dorëheqjen nga Partia Laboriste në Angli pas përmendjes në dosjet Epstein. E martë. Gjykata kushtetuese shtyn sërish pa afat marrjen e vendimit për ankimimin e Ramës për pezullimin e Ballukut nga detyra. Akuzat e Ramës për pagat shoqata e gjyqtarëve i cilëson spekullime dhe thekson se nuk po ushtrojnë presion mbi gjykatën kushtetuese. Seanca parlamentare PS tërhiqet nga ndryshimi i Komisionit të Reformës Territoriale pasi PD anulloi bojkotin. Ervin Saljani takim me demokratët në Fier deklaroi se bashkimin se ndalin dot ata që duan të mjelin PD-n. Mbetjet e rrezikshme të Kurum firmosen 34 masa sigurie për drejtues të kompanisë, biznesmen dhe zyrtar. Bill dhe Hillary Clinton bien dakord të dëshmojnë në hetimin për Jeffrey Epstein. E mërkurë. Prokurorët pro gjyqtarëve për çështjen e pagave bëjnë thirrje që debati të jetë i balancuar pa presion politik. Tuneli Llogaras të VSH e kredituar në shkelje të ligjit, SPAK të hetoi tatimorët. U mbyll një vit më parë për sigurinë të miturve, hapet sërish për përdoruesit shqiptar aplikacioni TikTok. Rriten tensionet, SBA rrëzon dronin iranian pranë aeroplan mbajtëses Abraham Lincoln. E ejte. Tragjedi në Itali humbi jetën 4 antar të një familje shqiptare, u helmuan me monoksid karboni në shtëpinë e tyre. Skandali me tendret e Akshi, apeli GKO lë në fuqi masat e sigurisë për të akuzuarit, Mirlinda Karçanaj dhe Hava Delibashi në arrest shtëpie, Ergys Agasi dhe Ermal Beqiri arrest me burg. Rrjeti investigativ Björn shkruan se Rama shkoi në Izrael me avionin e sekuestruar të ish miliarderit të kriptovalutave. Banorët e Rjollit protestojnë në SPAK, kallëzojnë kompaninë që po ngre resort në fshatin e tyre, pretendojnë se u janë grabitur pronat. E premte. Qeveria miraton amnistin penale, 447 persona lirohen me njëherë, ulje dënimi për 853 të dënuar. Vdekja 3 vjeçarit Brian Spahiu, 7 persona në gjyq, mjeku dhe e bija dën akuz për vrasje nga pakujdesia. Tragjedia nga monoksidi në Itali, hetimet kanë nxjerrë se djali mori në telefon urgjencën, por në kushte të rënda shëndetësore dhe adresë të gabuar. Ish deputeti i PD Dashnor Sula emërohet krye inspektori përgjithshëm Shkëlqim Hajdari, prefekt i Tiranës.
Përmendi vajzat shqiptare në emailët me Jeffrey Epstein, ish kryeministri norvegjez Jagland hetohet për lidhje me pedofilin. Ky material që ju sapo të ndoqët nderuar shikues është i vendosur në kronologji, ngjarje që prej së hënës për të mbërritur tek vendimi i mbrëmjes së premte. Vendim apo jo që do ta diskutojmë në studio. Mirë se vjen Klodi Lala dhe faleminderit shumë për punën, raportimet dhe gjithçka kontribuove edhe në emision për gjatë mbrëmjes djeshme, sepse rastisi që ishte vendimi në atë kohë ishte e lotshme apo jo e gjithë dita. Ishte ditë e gjatë me thënë drejtën, gjykata kushtetuese mori rreth 11 orë për ta shqyrtuar kërkesën e kryeministit vendit zoti Edi Rama, që kërkonte shpalljen si antikushtetues vendimit të gjykatës posaçme, i cili më herët kishte pezulluar nga ushtrimi i funksioneve zonjën Balluku, si zëvendës kryeministre, por edhe ministri i infrastrukturës dhe energjisë. Patjetër që gjatë këtyre orëve kishte mjaft interes nga palët politike, mjaft interes nga media, mjaft interes edhe nga juristët, për shkak se pezullimi i antarit kabinetit qeveritar në 36 vite ndodhte për herë të parë dhe patjetër ishin të gjithë sy e vesh nga ajo çfarë do thoshte gjykata kushtetuese. Tani 4-4 Rama rrëzohet, por çfarë duhet të kuptojmë dhe duhet të thellohemi më tepër, sepse edhe dje në studio ishte debati ka vendim, s'ka vendim, nuk quhet vendim, dhe sigurisht krijohet edhe një kakofoni tek shikuesi i thjesht që na ndjek dhe do të kuptojë më tepër. Për ta sqaruar me fjalë të thjeshta, Klodi, me një përmbledhje se çfarë prodhon 4-4. Për fatin e mirë, duke qenë se unë një herë as i kam edhe formim juridik, mendoj që jam edhe kompetente për ta sqaruar, modestisht kompetente për ta sqaruar këtë moment. Gjykata kushtetuese ka arritur një vendimarrje 4-4, pra do të thotë që 4 antarë, të cilët unë do t'i citoj më pas, kanë dalë kundër kërkesës së zotit Rama dhe 4 pro tij. Që një vendim i gjykatës kushtetuese të konsiderohet i marrë, do duhet të plotësoj quorumin minimalisht prej 5 antarësh. Pra, që kërkesa e zotit Rama të konsiderohej e pranuar, duhej që minimalisht të kishte marrë 5 vota në favor të tij, gjë e cila nuk ndodhi. Ose që kërkesa e tij të rrëzohej me quorum, do duhej që të kishin votuar kundër zotit Rama 5-6 apo më shumë antarë të gjykatës kushtetuese. Dhe në momentin kur nuk arrihet quorumi prej 5 votash, automatikisht kërkesa, pra në rastin konkret e zotit Rama, konsiderohet e rrëzuar. Dhe gjykata kushtetuese përmes ndarjes 4-4 e rrëzoi kërkesën e kryeministrit dhe ndërkohë riktheu pezullimin nga ushtrimi i funksioneve për zonjën Belinda Balluku. Pra do thotë që në momentin që gjykata kushtetuese e shpalli vendimin e saj, zonja Balluku nuk mund të ushtrojë më as funksionin e zëvendës kryeministres dhe as funksionin e ministres së infrastrukturës dhe energjisë, derisa të shprehet gjykata e apelit posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që është një fazë tjetër që unë do ta sqaroj. Po, këtu duhet ndalim tani sepse komplikohet çështja, po. Më lejo dhe pak për ta sqaruar. Në rastin konkret, zoti Rama kërkonte interpretim të një dispozite kushtetuese. Dhe me fjalë të thjeshta ai thoshte që antari i kabinetit qeveritar, pra ministri në rastin konkret, nuk mund të pezullohej nga ushtrimi i funksioneve për shkak se gëzon të njëjtat atribute si deputeti i kuvendit. Dhe në kushte të tilla do duhej që të shkohej me kërkesë për autorizim në kuvend nga ana e SPAK dhe më pas të kërkohej masa e sigurisë për zonjën Balluku. 4 antarë të gjykatës kushtetuese dhe konkretisht po i citoj emrat me qenë se i kam të konfirmuar. Po, tashmë janë konfirmuar. Kryetarja e gjykatës kushtetuese Fiona Papajorgji, antarët Sonila Betja, Sandër Beci dhe Mariana Semini janë të qëndrimit që zonja Balluku nuk mund të pezullohej, pasi SPAK do duhet i drejtohej kuvendit të Shqipërisë me kërkesë për autorizim, sepse sipas tyre gëzon imunitetin e deputetit dhe në këto kushte që të merre një masë e tillë duhet të shkonin në kuvendin e Shqipërisë, pra SPAK duhet shkonte në kuvendin e Shqipërisë dhe të merrte autorizim. Ta bënte këtë që në fillim. Këtë që në momentet e para. Ky është qëndrimi që mbajnë 4 gjyqtarët. 4 gjyqtarët e tjerë që janë Ilir Toska, Asim Vokshi, Marsida Gjaferllari dhe Gent Ibrahimi, i cili duhet thënë ky fundit në vendimin e ndërmjetëm të gjykatës kushtetuese të datës 12 dhjetor 2025, ka votuar për heqjen e përkohshme të pezullimit të zonjës Balluku, pra ka qenë në favor të kërkesës së kryeministit për këtë pjesë. Çfarë ndodhi? Por më pas këtë do ta shohim në arsyetimin e vendimit. Secili gjyqtar i gjykatës kushtetuese në finale pasi e shqyrton çështjen jep votën e tij dhe voton pro ose kundër. Po, sepse duhet ta themi që teksta nuk diheshin në formë zyrtare emrat, po këto janë zyrtare. Që ne kujdesshme për të pritur deri në fund, derisa të konfirmoheshin. Po, por gjithsesi pati edhe siç ndodh gjithmonë në transmetime drejt për drejta apo nga
burime që... Por nuk ka kjo rëndësi, se s'duat në dalim të krimnat e gjyqtarëve. Ajo çfarë është, duke qenë se, çfarë thot në thelb vendimi, duke qenë se gjykata kushtetuese nuk e ka konsideruar antikushtetues vendimin e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, i jep mundësinë prokurorisë së posaçme në çdo rast i drejtohet gjykatës dhe të kërkojë pezullimin e një zyrtari të lartë, përfshirë kryeministin, presidentin e tjerë, nga ushtrimi i funksioneve. Pra, çka do thotë që nesër, nëse kryeministri, presidenti, apo çdo funksionar tjetër, dhe do ta shpjegoj dhe pjesën tjetër se si kjo çështje do të shkojë sërish në gjykatën kushtetuese, pra, unë do preferoja që gjykata kushtetuese duhet i kishte dhënë përgjigje përfundimtare. A është ose jo antikushtetues vendimi i gjykatës posaçme, gjë që këtë ne nuk e kemi të prerë. Do të kemi nesër në vendimin e arsyetuar dy qëndrime, një qëndrim pro dhe një qëndrim kundër. Por duke qenë se nuk është konsideruar antikushtetues, SPA ka mundësinë dhe e shfrytëzon këtë moment. Pra nëse një prokuror është duke hetuar një ministër, apo një funksionar tjetër publik, apo presidentin, apo kryeministin, varet se cilin prej tyre, mund t'i drejtohet gjykatës me kërkesë për pezullimin nga ushtrimi funksioneve. U ndaret te katërsha tjetër sepse thot, ata referohen ndryshimeve kushtetuese të vitit 2012 që kanë të bëjnë pikërisht me imunitetin. Dhe 4 gjyqtarë që kanë votuar kundër kërkesës së kryeministrit janë të qëndrimit që autorizimi në kuvend nga ana e prokurorisë posaçme duhet të kërkohet vetëm për ato masa sigurie, siç janë arresti në shtëpi, arresti në burg, kontrolli personal dhe kontrolli banesës. Sipas tyre, nuk është e nevojshme që për masa të tilla, siç është ndalimi për të dalë jashtë vendit, detyrimi për paraqitje apo ndalim nga ushtrimi i funksioneve, sipas tyre nuk është e nevojshme të shkohet në kuvend dhe të kërkohet autorizim dhe në një farë mënyre e kanë lënë të pasqaruar dhe do duhet presim pastaj sepse kjo do të interpretohet në forma të ndryshme, a është ndërhyrje në çështjet e ekzekutivit të kuvendit, pra të çështjet në legjislativ, apo tek presidenti i Republikës, ky vendimi i gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, deri në këto momente, vendimi i firmosur në krye të herës nga gjyqtari i posaçëm Erion Qela, qëndron në fuqi, zonja Balluku, në momentin që ne flasim, është e pezulluar nga ushtrimi i funksioneve, nëse ajo shkon në zyrë, mund të ndodhë që të arrestojnë edhe në flagrancë. Pra, nëse do dojë të shkojë në zyrën e saj të punës, si zëvendës kryeministra, dhe shkel vendimin e gjykatës, automatikisht gjë që nuk besoj se do të ndodhë, por po ta sqaroj. Se mund vihet në pikë pyetje, mund të ketë edhe ndonjë nëse ka një tentativë, pra po themi, unë mendoj që nuk do të ndodhë, por nëse do të ketë tentativën më të vogël, SPA-ku mund të marrë këtë hap. Sigurisht mund të ndërmarrë këtë hap. Pra, për ta sqaruar qartë për opinionin publik. Çka do thotë? A do duhet që gjykata kushtetuese të merrte një vendim të qartë dhe të prerë? Patjetër që po, sepse... Dhe kishte akoma kohë për ta bërë? Me afër, deri në datën 22 apo s'ka datë? Jo, nuk ka lidhje kjo, sepse ngatrohet, domethënë, gjykata kushtetuese nuk ka arritur kuorumin e nevojshëm. Po ka edhe një problematikë. Gjyqtarët sot janë me numër çift, janë 8 gjyqtarë. Do duhet kemi një vakancë në gjykatën kushtetuese. Ndoshta prania e gjyqtarit të 9 dhe plotësimi i gjykatës kushtetuese me gjithë anëtarët mund të sillte një rezultat tjetër. Kështu që deri në kohën që kjo çështje shkoj sërish në gjykatën kushtetuese, mendoj që do të kemi edhe plotësim të vakancës. Ai bie të jetë shqyrtim mbi shqyrtim, po si mund të shmangen të gjitha këto hapa? Atëherë Nisida, për ta sqaruar. Çfarë është aq teknike? Është aq teknike, po do përpiqem me fjalë të thjeshta t'ia shpjegoj opinionit publik. Gjykata e posaçme mbi bazën e kërkesës së SPAK vendosi pezullim nga ushtrimi i funksioneve të zonjës Balluku dhe masën e sigurisë, pra masën tjetër shtrënguese, ndalim për të dalë jashtë vendit. Ndërkohë që zonja Balluku kishte afatin e nevojshëm dhe në dispozicion siç ja lejon ligji për të shkuar në apelin e posaçëm, zoti Rama vendosi të mos e zvendësonte, të mos e shkarkonte zonjën Balluku, por të vinte në lëvizje gjykatën kushtetuese. Gjatë kësaj kohe, zonja Balluku ju drejtua gjykatës apelit, sepse do të ankimonte 2 masat e sigurisë. Kjo nuk është lakuar shumë. Atëherë, ja do ta sqaroj. Zonja Balluku në mënyrë individuale, pra si një person nën jetim dhe si e pandehur dhe do t'i shpjegojmë çfarë janë akuzat konkrete, si e pandehur për njërin nga tenderat, ju drejtuaj gjykatës apelit posaçëm kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe kërkoi shfuqizimin ose më saktë prishjen e vendimit të gjykatës së posaçme. Një moment, e ka bërë këtë përpara Ramës se ti drejtohej Rama me kërkesë gjykatës kushtetuese? Po ecin paralelisht. Rama, zoti Rama pra vuri në lëvizje gjykatën kushtetuese. Qartë.
pa u shprehur ende gjykata kushtetuese, pa patur një vendim përfundimtar, siç është ai ditës së djeshme, gjykata e apelit zhvilloi një seancë për zonjën Balluku me dyert të mbyllura dhe vendosi të lërë në fuqi masën shtrënguese të ndalimit për të dalë jashtë vendit dhe të pezulloj pjesën që lidhej me dispozitivin ose më saktë me urdhërimin, pezullimin e Belinda Ballukut nga ushtrimi i funksioneve. Tani çfarë do të ndodh? Pas vendimit të djeshëm të gjykatës kushtetuese, gjykata e apelit të posaçëm duhet ta thrasë sërish Belinda Ballukun dhe avokatët e saj dhe të zhvilloj në një kohë sa më të shpejtë thot ligji dhe të zhvilloj një tjetër seancë dhe në seancë do të diskutohet a i ka zbatuar drejt kushtet dhe kriteret ligjore gjyqtari i posaçëm Erion Qela për pezullimin nga ushtrimi i funksioneve të zonjës Balluku? A ekziston risku që Belinda Balluku, sepse ky ishte koncepti që përdori prokuroria për të kërkuar masën e sigurisë, të prish provat dhe të intimidoj dëshmitarët? A është e mjaftueshme një masë siç është ndalimi për të dalë jashtë vendit apo duhet të caktohet edhe një masë tjetër siç është pezullimi? Dhe në rastin kur gjykata e apelit e lë këtë pjesë të vendimit në fuqi, pra po marrim rastin që e lë në fuqi se dhe mund ta rrëzojë dhe t'ia heqë pezullimin, atëherë zonja Balluku shkon edhe në gjykatën e lartë. Dhe më pas në gjykatën kushtetuese si ankim individual. Dhe unë mendoj që kjo çështje do shkojë sërish në gjykatën kushtetuese mbi bazën e ankimit individual që do të bëjë Belinda Balluku. Po ndërkohë ajo është e pezulluar. Po duhet parë vendimi se apeli mund të mbajë një qëndrim tjetër, gjykata e lartë, pra unë po them, po marrim një rast që mund të mbetet e pezulluar, po mund të marrim rastin tjetër që apeli mund ta heqë pezullimin. Atëherë SPAK i drejtohet gjykatës së lartë me rekurs për rikthimin e pezullimit. Por ndërkohë kemi dhe një zhvillim tjetër të pritshëm. Fati kërkesës në parlament, apo është tjetër? Po. Nuk kanë lidhje. E di. Por, sepse ka shumë zëra që përpiqet ta konfondoj dhe ta ngatroj qëllimisht që çështja që po zhvillohen në gjykatë kushtetuese mund të afektonte në mënyrë direkte apo indirekte ato që po zhvillohet në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve. SPAK ju drejtua këtij këshilli pasi pretendoi dhe pretendon akoma dhe do shkojë të përballet në këshill se ka siguruar prova dhe fakte të reja ndaj zonjës Balluku. Së pari e ka rënduar pozitën e saj në raport me ligjin, duke e marrë në nënhetim nga momenti i parë që e mori të pandehur për tenderin që lidhej me ndërtimin e tunelit të Llogaras dhe që mendohej një vlerë prej afro 50 milion euro dëm shkaktuar buxhetit të shtetit dhe nënhetim për një nga lotet e Unazës së Madhe të Tiranës. Më pas, SPAK pretendoi që e ka marrë në hetim zonjën Balluku ose po heton edhe për një sër veprash të tjera penale që lidhen me abuzime me tenderat dhe e dyshon për paracaktimin e disa loteve të tjera të Unazës së Madhe, si dhe për paracaktim të pjesës ose më saktë të koncesionit të rrugës Thuman Kashar. Pra ngriti dhe disa akuzat tjera dhe e rëndoi pozitën e saj në raport me ligjin. Pika e parë, pika e dytë që pretendoi SPAK tha duke qenë në ushtrim të funksioneve. Dhe përsa kohë pezullimi ishte hequr përkohësisht nga gjykata kushtetuese, zonja Balluku, në momentin që është duke kryer funksionin e ministres dhe të zëvendës kryeministres, mund të intimidojë dëshmitarët dhe solli dëshminë e një varësie të zonjës Balluku, e cila pretendonte që ishte friksuar për të mos dëshmuar kundër saj, dhe së dyti tha se mund të prish provat për sa kohë që ose ekziston risku të kryejë vepra të njëjtës natyrë apo më të rënda përderisa është duke zhvilluar sërish procedurat tenderuese të tjera me radhë. Pra, Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve do të shqyrtojë në një tjetër dritë, pastaj nëse do të japin lejen për arrestimin e zonjës Balluku apo jo, kjo mbetet një çështje që ne duhet ta ndjekim hap pas hapi. Tani, nga burimet e tua, Klodi, që nuk i ketë pakta, sigurisht. Dua të referohem pak, sepse është edhe kërshëri për publikun, në ato 11 orë në gjykatën kushtetuese se çfarë ndodhi. Debatet mes gjyqtarëve. U mblodhën, thuhet se dolën njëherë nga mbledhja, u mblodhën përsëri, pra për të thënë disa të pathëna, apo disa detaje që nuk gjyqtarët me qenë se kanë kam ndjekur që në mëngjes herët, pra kam qenë aty, edhe pse e bindur që do të hante shumë orë, do të merrte shumë kohë marrja e një vendimi, sepse sigurisht, edhe për shkak thash të formimit, patjetër që gjykata kushtetuese do e qartësonte çështjen nëse do të kishte
një interpretim të dispozitës të cilën e kërkonte zoti Rama. Dhe këtu bjem dakord të gjithë. Pra, aq kritike sa jam në këtë pjesë, them që gjykata kushtetuese, patjetër që ja ka lënë këtë mundësi spakut, por nuk e ka izëruar ose nuk i ka dhënë përgjigje pyetjes që normalisht ishte ngritur, që a është ose jo antikushtetues, a bie ky vendim në kundërshtim me kushtetutën. Megjithatë, gjyqtarët që në momentet që kanë ardhur në vendin e tyre të punës, dhe deri në momentin pra në orën 8 të mëngjesi, dhe deri në momentin që janë larguar diku rreth orës 11 të natës, nuk janë parë në asnjë moment të dalin jashtë ambienteve të gjykatës. Së pari. Së dyti, sipas informacioneve që kam arritur të siguroj në burime të ndryshme, sepse aty nuk janë vetëm gjykatësit, ka patjetër edhe personel ndihmës të tyre tjerë me radhë, ka një mori burimesh, por janë dhe kamerat e sigurisë të tjera. Dhe ne nuk na pengonte asgjë të shkonim deri aty. Janë shkëputur vetëm 2 herë. Një moment që kanë konsumuar një kafe dhe më pas vaktin e drekës. Pa telefon. Pa telefon. Do më thënë, ka qenë vendimarrja e parë që gjyqtarët kushtetues i kanë vendosur në një ambient të gjykatës të gjithë celularët e tyre me qëllim që të mos kishin asnjë kontakt me pjesën jashtë. Dhe po ta shikosh, ka qenë ndër rastet e vetme kur deri në momentin kur kryetaria e gjykatës, zonja Papajorgji, na thiri një grup gazetarësh, kemi qenë mos gabojmë 9 gazetarë që kemi qëndruar gjatë gjithë ditës dhe na komunikoi zyrtarisht vendimin, madje bëri dhe një sqarim për transparencë për opinionin publik. Ju tha e keni kritikuar gjykatën kushtetuese që duhet të caktonim një datë dhe një orë për shpalljen e vendimit, por praktika e gjykatës kushtetuese nuk e parashikon një gjë të tillë. Pra duhet të jem shumë korrekte dhe transparente në raport me atë çfarë u tha. Dhe e ka lexuar të gjithë vendimin nga A-ja tek Z-ja, pa bërë asnjë interpretim. Po s'mund të ishte live ajo gjë për shembull, teksa bëj ky komunikim? Është një qëndrim që mbajti gjykata kushtetuese, sigurisht ne u lejuam për shkak të titrave dhe të komunikimit me publikun. Sepse qelloi që ishim në transmetim. E kemi dërguar përmes flesheve informative, na u lejua telefoni vetëm për të komunikuar me mesazhe, por jo për të filmuar, sepse sigurisht aty është e monitoruar salla e gjykatës me kamera e tjerë me radhë, dhe në momentin që zonja Papajorgji na ka komunikuar vendimin, ne kemi raportuar dhe diku rreth orës 11 të 23 të mbrëmjes, po e them, gjyqtarët kushtetues janë larguar. Patjetër që ka pas të thash interes të jashtëzakonshëm nga të gjitha palët. Gjatë gjithë ditës kishte interes të juristëve, kam parë edhe parashikime të ndryshme në rrjetet sociale tjera me radhë, sepse ky është nga ato vendime që kishte interes absolutisht të jashtëzakonshëm, sepse vendosi një farë mënyre edhe një lloj precedenti. Pra, vë korniza dhe unë jam shumë interesuar në fakt edhe sa i përket arsyetimit të vendimit për të parë se ku është bazuar 4-shja e gjyqtarëve të parë që kanë votuar pro zotit Rama dhe ku janë bazuar 4-shja e gjyqtarëve të tjerë që kanë votuar kundër zotit Rama. Ishin orë në fakt intensive të vështira, por duke qenë se jemi tek kushtetuesja. Sa dhe presioni i mundshëm që mund të kenë gjyqtarët, presion qoftë mediatik, qoftë publik, qoftë politik, sa të rrahur janë gjyqtarët me këtë gjë? Si e sheh si gazetare? Unë kam qenë nisita ndër zërat shumë të fortë kundër gjykatës kushtetuese për zvarritjen e kësaj çështje. Dhe e kam thënë në studiot e News 24-s, kur dështoi seanca e dytë, që për mua nuk ishte aq lajm i madh vendimi se sa mosmarrja e vendimit. Sepse mendoj që gjykata kushtetuese për çështje me interes kaq të lartë publik do duhet të vepronte me shpejtësi. Dhe kur them me shpejtësi, jo për të injoruar çështjet e tjera, por çështja është ka shumë rëndësi, për cilat arsye. Jo në vetvete për emrin e zonjës Balluku, por për mënyrën se si funksionon institucionet, për balancën mes tyre, pavarësinë e institucioneve. Pra, parë në këtë aspekt, për faktin se zonja Balluku ishte në detyrë dhe mund të ngriheshin të gjitha pretendimet nga prokurorët, apo i linte drejta edhe qytetarëve shqiptarë të dyshonin që ajo mund të ishte duke kryer edhe vepra tjera penale tjera me radhë. Pra, parë në këtë aspekt, parë në faktin që bëj fjalë për një personazh shumë të rëndësishëm, numri 2 qeverisë shqiptare, drejtuese e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë që menaxhon një portofol shumë të madh të parave publike. Dhe në këtë aspekt, prandaj kam qenë një gazetare me një zë dhe me një ton shumë të ashpër ndaj gjykatës kushtetuese, se duhet të vepronte me shpejtësi. Pra thënë kjo s'duheshin 3 mbledhje, por që tek e para mund të dilej me një vendim. Po, mund të ndaleshin, të merrnin gjithë kohën e nevojshme, të mbylleshin në dhomën e Këshillimit, siç bën ditën e dieshme, dhe ta përfundonin çështjen. Dhe unë nuk e interpretoj fare vendimin e gjykatës kushtetuese. Vendimet e gjykatës kushtetuese janë automatikisht të zbatueshme, secili gjyqtar e ka ndërgjegjjen e vet
se si e ka marrë atë vendim, por ama, ditë them një gjë, kam pritur që në rastin konkret të kishte një vendimarrje përfundimtare. Pra të kishim atë ndarje 4-4, por gjithsesi edhe në kushtet 6-2, 7-1, 8-0, në marrëveshjen e detit, gjykata kushtetuese ka dalë në mos gabohem e gjitha në blok kundër Sali Berishës. Por Klodi, një pyetje, pse dje për shembull nuk mund të kishim përsëri një mbledhje të katërt, një shtyrje? Sepse ishte absolutisht që duhet dilte me një sepse ligji që kur unë kam bërë raportimin e parë, fakti që ata u mblodhen dhe vendosën përfundimisht ta marrin në shqyrtim, pra nuk kërkuan më kohë, ligji e detyron çdo gjyqtar në Republikën e Shqipërisë, përfshirë edhe anëtarët e gjykatës kushtetuese, që nëse mblidhen në dhomën e Këshillimit, mund të rinë edhe një ditë, edhe 2, edhe 3 dhe të japin përgjigje përfundimtare. Kjo me qëllim, për çështjen, kjo me qëllim që të mos ndikohen nga aktor, faktor, personazhe të jashtëm e tjera me radhë. Pra, me qëllim që në dhomën e Këshillimit të mos shkojë presioni publik, politik e tjerë me radhë. Dhe në këtë aspekt, këtë ka parashikuar ligjvënësi kur ka vendosur që kur gjyqtarët tërhiqen në dhomën e Këshillimit, do duhet, përgjithsisht, tu kemi pasur dhe raste që janë tërhequr, nuk kanë shpallur vendime të tjera me radhë, por në 90% të rasteve do duhet të mblidhen dhe e kanë bërë duke shpallur vendimin në përfundim. Në momentet kur janë tërhequr, nuk e kanë shpallur dot vendimin, kanë marrë më shumë kohë, gjithmonë ka patur aludime apo diskutime rreth vendimarrjes. E qartë, në këto 11 orë, nga informacionet që ka patur debate të forta? Apo ka qenë një mbledhje e shtrirë që... Jo, debatet kanë qenë, pa diskutim, dëgjoni, çdo... Jo, kam qenë nga patur rrahje diskutimesh më tepër, apo edhe debatet forta që më pas të do kështu? Debatet forta, anëtarët e gjykatës kushtetuese nuk diskutojnë me tonet larta. Ata diskutojnë mbi bazën e dispozitave kushtetuese dhe ligjore. Çka do thotë debati i shtruar në rrafshin juridik. Tani, a kemi patur ne, unë mendoj për shembull që cilësia e gjykatës kushtetuese përjashton disa emra caktuar, ka qenë shumë e mirë vite përpara. Pavarësisht se quhej drejtësia vjetër e tjera me radhë, mendoj që disa emra të gjykatës kushtetuese më herët kanë qenë shumë më dinjitos dhe bënin arsyetime shumë më të mira dhe të qëndrueshme. Mjafton të shikosh vetëm vendimin e gjykatës kushtetuese për marrëveshjen e detit, aty kupton nga fillimi në fund një historik dhe një interpretim të jashtëzakonshëm. Një vendim i cili nuk u diskutua më, i dha zgjidhje përfundimtare çështjes. Gjë që do duhet të kishte ndodhur dhe në këtë rast. Dhe arsyetimi, të kërkoj shumë ndjes që ta ndërpreva, dhe arsyetimi duhet të jetë një arsyetim që të bazohet tek vendimi i gjykatës europiane, jurisprudencë, do të thonë do duhet të jetë një vendim i kopsitur, gjë që me sa duket në rastin konkret nuk do ta kemi një të tillë. Për fat keq e them, por nuk do ta kemi një të tillë. Dhe këtu duhet të qëndroj pak personalisht, si e sheh këto hapat, si do jetë fundi i çështjes Balluku, ligjërisht flas me hapat ligjor, sepse e sqarove shumë mirë pak më parë që mund të kthehet përsëri në gjykatën kushtetuese. Po, do ketë një kohë gjatë për të do duhet një kohë gjatë që unë t'jap një përgjigje përfundimtare për këtë, sepse varet nga Këshilli i Mandateve dhe Imuniteteve, nga lëvizja e SPAK, nga lëvizje që do bëj vetë zonja Balluku. Zonja Balluku mund stopoj, mund të mos i kundërshtoj dhe ankimoj apo bëre kurs fare për masat, mund ta lër fare për shembull të mos pra mbeten gjitha të hapura. Gjitha versionet mbeten të hapura. Por kur mund ta zëvendësoj Rama? Nuk mund bëj një parashikim. Në një personalisht kam besuar që zoti Rama do duhet ta kishte shkarkuar zonjën Balluku që në momentin që gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar caktoi masën e ndalimit ose të pezullimit nga ushtrimi i funksioneve dhe ndalim për të dalë jashtë vendit. Jo duke prezumuar fajtore zonjën Balluku, përkundrazi duke prezumuar të pafajshme, por një zyrtar publik, aq sa privilegje dhe benefite ka në ushtrimin e detyrës, po aq edhe rrisje merr përsipër. Dhe në momentin që një personazh publik, standardi duhet jetë që në momentin që ti e përballë SPAK apo cilës do prokurori, do duhet të largohej spari zonja Balluku, gjë që nuk e vendosi këtë standard, ishte vendosur me herët nga funksionarë të tjerë. Zonja Balluku e shkeli këtë standard, zoti Rama refuzoi ta dorëzonte përballë drejtësisë, sepse unë mendoj që zonja Balluku do të ishte shumë tepër dinjitoze nëse do ta zhvillonte betejën e saj me drejtësinë pa patur mbrojtjen e mazhorancës socialiste. Dhe në momentin ndoshta që edhe mund të triumfonte, do të ishte shumë më ballë lart se sa marrja, zvarritja në dyert e gjyqësorit apo një mbrojtje që po i kthehet tashmë në një bumerang. Kështu që në këtë aspekt nuk kam një përgjigje të prerë se kur zoti Rama do ta zëvendësoj zonjën Balluku, por ajo çfarë di të them është që zoti Rama do duhet ta kishte bërë këtë hap më një herë, sepse na ka thënë prej kaq vitesh, është në vitin e 14 në pushtet, që drejtësinë
e re solla unë, që reformën drejtësie bëra unë, që shpatën prokurorëve dhe gjyqtarëve u adhashun, por në momentin e parë që gjyqtarët dhe prokurorët shkuan tek paradhoma e tij, ai nxori kthetrat dhe ndërtoi digën dhe nuk i lejoi, pra krijoi këtë artificën për cilën ne po flasim. Kështu që ke mbi 2 dekada që raporton si gazetare. Pse rasti Balluku tundi politikën, drejtësinë, sigurisht median që ndjek gjithçka, dhe pse ishte rasti kaq i komplikuar, i vështirë është akoma? Çfarë ka rasti Balluku? Thënë me fjalë të thjeshta dhe shkurt. Pushteti dhe paraja. Zonja Balluku kishte investuar në media, gjë që shumë media vijojnë edhe sot të mbrojnë paligjshmërinë. Së dyti kishte pushtet të jashtëzakonshëm brenda mazhorancës socialiste për shkak të numrit të lartë deputetëve që fitojnë qarkun e Firit si drejtuese politike e qarkut, për shkak se ajo ka menaxhuar miliona në kaq vite, për shkak se ka qenë njeriu i më i besuar i Edi Ramës në gati 1 dekadë. Dhe në këtë aspekt, duke patur pushtet financiar dhe politik, patjetër që zonja Balluku ka bërë rezistencën e vet. Dhe është e vetmja sipas meje që unë kam besuar dikur që Edi Ramën mund ta rrezonte Sajmir Tahiri si ish ministri i Brendshëm. Ndoshta nuk kam qenë shumë e bindur për zotin Veliaj, sepse duke qenë kryetari i bashkisë ishte më i tërhequr në një farë mënyrë në raport me atë çfarë ndodhte brenda godinës së qeverisë. Por un kam bindje që nëse Belinda Balluku flet, është i rrezikuar personalisht zoti Rama. Dhe prandaj kjo çështje erdhi deri këtu, sepse ka qenë aty në paradhom, aty ku është diskutuar gjithçka, është vendosur gjithçka, aferat janë qartazi të hapura, po hetohen nga SPAK, shihen publikisht, nuk ka nevojë të na thot ne çfarë ka ndodhur me inceneratorët, se nuk ka incenerator në Tiranë, nuk ka nevojë të na thot askush çfarë ka ndodhur te Kakshi, se ne kemi parë videot edhe fotot se si një biznesmen është marrë peng nga persona të veshur me uniforma policie dhe me uniformat BKH-s për të tërhequr nga tendrat. Ne kemi parë me sy këto gjëra dhe nuk ka nevojë të na thotë se si është qeverisur në gjithë këto vite. S'ka nevojë të na thotë askush, s'ka nevojë të na thotë as pak. Ne i dim këto gjëra. I kemi bërtitur, i kemi thënë, shpesh jemi atakuar, por e vërteta është kjo. E kuptoj. Por edhe në rastin e parë, edhe dje pati një, le temi vajtje të zonjës Balluku në kryeministri, në zyrën e Ramës, pamjet e treguan në ditën e djeshme, orë të gjata qëndrimi dhe të zonjës Balluku aty. Kjo tani për ta sjellë në bisedër, sepse edhe vetë zonja Balluku ka zyrën aty duke qenë se është zëvendës kryeministre, apo ka edhe mes tyre diskutime, debatet forta, pikërisht për atë që ju thatë pak më parë, që nëse shkohet deri tek Balluku, tronditet edhe vetë kryeministri. Dgjoj, jam e prirur të mos diskutoj për gjëra që nuk i kam të konfirmuara. Patjetër zonja Balluku, derisa gjykata kushtetuese doli me vendim, ishte e lirë shkonte në zyrën e saj të punës. A është rasti Balluku tronditja më e madhe që ka ardhur të treja qeverive të zotit Rama, tashmë të 4-ën, patjetër që është, sepse është mandatin e tij të 4-ët, patjetër që është më e madhja, për arsye që unë t'i rendita. Kështu që ne s'kemi ende një qëndrim zyrtar të mazhorancës se si do të vendosë në rastin konkret, ne nuk dim si do shkojë ecuria kësaj çështje, por e kam thënë më herët dhe i qëndroj njëjtit mendim që politikisht zonja Balluku është djegur. Pastaj ligjërisht e ka rrugën shumë të gjatë përballë drejtësisë. Ndërkohë, me vendimin e djeshëm, me votimin e djeshëm, për antarë të tjerë të kabinetit qeveritar, për shembull, kjo fjale e gjykatës kushtetuese dje, çfarë mund t'i hapi rrugë më pas? Dhe çfarë mund të druajë Rama lidhur me këtë? Sepse emra që lakohen, sigurisht dëgjojmë, por sigurisht pa patur informacionet konfirmuara. Kështu që çfarë krijohet në vijimsi tani? Për sa kohë nuk është shpallur antikushtetues vendimi i gjykatës posaçme, secili prokuror që është duke hetuar një antar të kabinetit qeveritar dhe siguron provat dhe dyshimet arsyeshme se është i përfshirë në një vepër penale, nuk ka asnjë pengesë ligjore që t'i drejtohet gjykatës posaçme dhe të kërkojë caktimin e një mase sigurie për pezullim nga ushtrimi i funksioneve. Kështu që prandaj kjo çështje kishte nevojë për një interpretim të thelluar, sepse për shembull gjatë seancës së 22 janarit përfaqësuesi i presidentit të Republikës, ish ministri i drejtësisë Ilir Usmali, ngriti me të drejtë një shqetësim. A mund ta përdorë një prokuror ose një gjykatës ta shfrytëzojë dispozitën ligjore deri në ekstremin e vet dhe të pezullojë kryeministrin dhe gjithë qeverinë?
A nuk është kjo një ndërhyrje në çështjet e ekzekutivit, pra e ngriti këtë pretendim. Edhe pse hipotetikisht unë mendoj që nuk mund të ndodhë, por gjithsesi. Dhe kjo pyetje nuk e ka marrë një përgjigje. Por unë mendoj që të thash për shkak të ankimit individual, nga ana ankimit individual që jam e bindur që do ta bëjë zonja Balluku, kjo çështje do të shtrohet sërish për diskutim në gjykatën kushtetuese dhe ndoshta pas një viti mund të kemi edhe një interpretim të qartë të kësaj dispozite. Po, marrin çështje të tilla patjetër. Klodi, nuk ta kam bërë ndonjëherë këtë pyetje, sepse jemi profilizuar totalisht tek pjesa e ligjeve drejtësisë, atyre që ndodh, por si gazetare, si ke parë ndërkombëtarët në marrëdhënie me drejtësinë, dhe me zhvillimet e fundit, sa larg, afër apo në mes kanë qëndruar ndërkombëtarët? Rasti Balluku ishte shumë aktiv kohët e fundit, pavarësisht se nuk kanë dalë publikisht, fakti që kur u zgjodh kryetari i ri i SPAK, pra drejtuesi i ri i SPAK, gjithë përfaqësuesit, gjithë ambasadorët zbarkuan në Këshillin e Lartë të Prokurorisë. Fakti që pasi zonja Balluku u shfaq për krah të ngarkuarës me punë të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zonja Van Horn shkoi menjëherë në takim në gjykatën kushtetuese, në një farë mënyre, fakti që kanë bërë disa takime kortezie dhe kanë reaguar, kanë dërguar edhe ato sinjalet e tyre dhe sinjalet janë të qarta. Nuk ka më të pandëshkueshëm në Shqipëri. Kështu e kam paru. Çfarë stine me drejtësinë parashikon, Klodi? Sepse ne folëm për Ballukun, por janë edhe funksionarë të tjerë të lartë që i ke raportuar për gjatë gjithë kohës, të gjitha zhvillimet, masat. Si e parashikon? Le të themi pranverën tani se po ikën. Lufta e prokurorisë për të tetuar krimin dhe korrupsionin është e vazhdueshme. Korrupsioni nuk përfundon me goditja në një zyrtari të lartë, me arrestimin e një ministri apo me pezullimin e një zëvendës kryeministre. Është një proces edhe prandaj u ngritën institucionet e reja drejtësisë, disa për cilat unë kam pikpyetje të mëdha për mënyrën se si ka shkuar reforma, për faktin se në gjykatat e jurisdiksionit zakonshëm qytetarët presin me vite për të marrë drejtësi edhe që ka nevojë realisht të ketë një përmirësim të situatës, por unë mendoj që këta aspekt politikanë shqiptarë dinin shumë mirë, por ju bindën ndërkombëtarëve, pa analizuar si duhet situatën. Dhe në një farë mënyre, unë kam qenë bindur që kjo ditë do të vinte. Por këtu duhet të shkëpusim pak SPAK-un nga konteksti. Domethënë, SPAK ka bërë disa hapa pozitiv, ka shumë për të bërë, patjetër që ka shumë hetime që ka në duar, për abuzime me tenderat, për abuzime me milionat, edhe sa i përket krimit organizuar, kështu që janë duke vijuar hap pas hapi dhe do duhet presim rezultatet. Por nuk dua të futem në kategorinë atyre personave që flasin në studio që thonë se pas një jave do ndodh kjo, pas një jave do ndodh ajo, sepse nuk e kam tagrin për ta bërë një gjë të tillë, duhet të ndalem tek prova dhe fakti dhe kur gjërat të piqen edhe ti raportoj. Por ama ka një gjë, fakti që zonja Balluku sot e pezulluar, kjo nuk do thotë që diku tjetër nuk bëhet korrupsion. Pra është një cikël që vijon pafundësisht. Tani, ke SPAK-u, duhet ndalim dhe jemi drejt fundit. A ishte kjo pika më kulminante që guxoi SPAK-u për gjatë gjithë kësaj kohe? A ndjeu pengesë SPAK-u nga ana e politikës dhe sa motivohet ky i fundit për të vijuar me punën e tij? Mendoj që përplasja e SPAK-ut me politikën nuk ka nisur ende. Kjo dosje nxori përplasjet e para në pa, por mendoj që në Këshillin e Mandateve dhe të Imuniteteve do të ketë debate, një përpjekje të mazhorancës socialiste për të bërë ndryshime kushtetuese, po ashtu do të krijojë një konflikt institucional. Komisioni Gjafaj 2 është sipas meje një komision që po bën një farë presioni ndaj institucioneve të drejtësisë, me ato vizitat e pretenduara monitoruese, kështu që mendoj që konflikti mes tyre ose përplasja mes institucioneve të drejtësisë dhe mazhorancës do të jetë shumë e fortë. Sigurisht edhe zoti Berisha ka qenë me akuza shumë të forta dhe në këndvështrimin tim të papranueshme ndaj drejtuesve të prokurorisë posaçme apo ish drejtuesve të tjerë me radhë. Nuk ka pasur një qasje mbështetje ndaj tyre, por ama di të them një gjë me siguri, që mënyra se si do të shkoj, do të përcaktoj realisht atë çfarë, se si u nis reforma drejtësisë, se si u votua ajo me 140 deputet dhe tani përplasjet po dalin në pa. Dhe e fundit, gjithmonë në kuadër siç e nisëm me gjykatën kushtetuese, në thonjza, fitoi SPAK dje?
Sepse bëj diskutimi fiton Rama apo fiton SPAK, çfarë do të tregoj gjykata kushtetuese? Ne e bëm shtërruese gjithë diskutimin e vendimarrjes, votimit, por referuar SPAK-ut. S'dua ta diskutoj fare në këtë mënyrë, se do t'isha e padrejtë për të thënë fitoj ky apo fitoj ai. E vetmja gjë që duhet them është që gjykata kushtetuese jo, sepse SPAK-u pati një sfidë përpara, apo jo, sfidë politike. Po, por fitore do t'ishte ta kishte marrë me vendim 5-3, ajo që diskutuam. Apo ku di unë, 7-1, 6-2, ku di unë, ose 8-0 fare. Atëherë do t'ishte fitore. Por ajo çfarë dua të them është që ne duhet ta them me zë të lartë, gjykata kushtetuese nuk u ngrit në atë nivelin që do duhej të ishte ngritur. Për cilat arsye ju mbetet autoritet gjyqtarëve që do duhet të japin shpjegime ndoshta një vit për ta sqaruar këtë moment, por nuk u ngritën në nivelin që duhet të ngriheshin dhe të jepnin përgjigje përfundimtare kësaj çështje që është shumë e debatueshme sot. A mban mend një tjetër mbledhje që të ketë qenë kaq e gjatë ndër vite flas, apo një tjetër çështje që ka kërkuar kaq shumë kohë apo e komplikuar, apo është ky rast ai që mban? Jo, ka patur edhe çështje tilla. Ka qenë rasti ish presidentit Ilir Meta që ishte një gjykatë kushtetuese, marrëveshja e detit dikur, që po ashtu ka marrë shumë kohë, por kjo bëri shumë zhurmë si çështje për faktin se 2 herë të tjera gjyqtarët ishin mbledhur në pamundësi për të patur një vendim, ndërkohë që të gjithë prisin një vendim me urgjencë për këtë çështje. Me pikëryetjen pse nuk ka një vendimarrje. Pra, kjo e bëri pak ndryshe këtë çështje. Faleminderit shumë Klodi për gjitha informacionet dhe detajet. Kënaqësi gjithmonë t'ju kem. Përfundon kjo bisedë me Klodi Lalën, i dham përgjigje shumë pyetjeve që janë ngritur prej kohësh e sidomos pas asaj që u votua dje në gjykatën kushtetuese. Do të shkojmë në publicitet, do të largohemi tërësisht nga aktualiteti politik dhe nga çështjet e drejtësisë që kemi diskutuar kaq shumë orët e fundit, ditët e fundit, do të flasim për një tjetër temë shumë interesante. Na ndiqni pas publicitetit.